Ndërkohë që Partia Socialiste fitoi sërish zgjedhjet e pjesshme në 5 bashki të vendit, një qytetar nga qyteti i Koplikut dha mendimin e tij për procesin zgjedhor në Shqipëri. Ai bëri edhe një krahasim me zgjedhjet në Kosovë, duke shprehur vlerësimet dhe opinionet e tij lidhur me zhvillimin e demokracisë dhe pjesëmarrjen qytetare në të dy vendet. Unë ndësimi për saj përket zgjedhjeve do më ta dhënë tamam. Në Kosovë zgjedhjet lira, zgjedhjet po ai bë presion kryeministrin njerëzve se si me zgjedhje ka me zgjedh. Kurse këtu në Shqipëri është në Shqipëri kur nuk bën me këtë kryeministër kur nuk bën zgjedhje të lira. Edhe të thosh sepse nuk ata që janë demokrat nuk kanë dalë me votuar. Po pse? Mirë se po voton kryetarin. Kush është në këshill? Tyne. Për çka? Për çka po del kryetari për 1 vjet e gjys? Ai që ka dhënë vendit. Pra diçka që të thonë kena di se si e ku përfundoi këtë zgjedhje këtu te na. Kurse në Kosovë tjetër, Kosovë bëhet tamam zgjedhje, shkoi tjetër me votu tamam të binin e vet, po ndalu kush, po ashtu. Kurse këtu kanë dalë persona që kanë punë, që kanë pas interesin, ata kanë dalë kanë votuar, që s'ka pas interesin s'kan dalë, se në fund kurse kena qendrorin, çfarë na duhet të dalë për këtë. E kjo është arsyeja që pse janë votuar prapë dhe kanë dalë prapë të 5 bashki të Partisë Socialiste. Ta kanë dalë sepse nuk i ka ndorë, kanë dalë me votu ata që kanë punën e kanë fitesën e kanë interesin e tana. Tjerëve se ka interesuar. Këtu, po nuk e bën një herë për herë me një qeveri teknike nuk ka zgjedhje. Nuk ka zgjedhje në Shqipëri, po se bësh qeveri teknike edhe i me punë. Tamam menimi, jo se është i lideri Sali Berisha, se mbas është mbas asaj që thonë lideri jashtë i konsumum, por gjithsesi ajo është fjalë më, duhet me ditë se pa një qeveri teknike nuk ka zgjedhje tamam si duhet në Shqipëri.